Po mirë, jam me Kastio Qipin, i cili ka ardhur i karikuar, me këmishën për jashtë. Po mirë, me qofse të prish punë, këmish apo e fus, po... Jo, me i karikuar. Jo, më nuk jam i karikuar, thjesht, me qenë se u bë zakon kjo punë, ti themi publikut që ti i pranon faktet që Izraeli kishte dieni për sulmin e Hamasit në 7 tetor dhe nuk veproi. Jo, nuk pranoj të unë. Mirë, atëherë mund t'i kemi me një serte, atëherë të gjitha informacion. Jo, di që ka shkrime që ecën në këtë linjë, por ajo për cilën kritikohet Izraeli, kritikohet nga brenda Izraeli, jo vetëm nga jashtë. Që? Është që Izraeli, qeveria e Izraelit, Netanyahu, kishte një fokusim të fortë le themi në politikën lokale, edhe dështuan të parashikonin atë gjithë do ndodhte, dështuan të merrnin masat e duhur në momentin që ndodhi, edhe pastaj po desh edhe që dështuan të silleshin ashtu si duhet. Dështuan do të thotë s'kishin dieni, sa rritën ta zbulojnë në kohë apo jo? Kishin dieni ose ignoruan informacionet saktuara, por kjo ndryshon nga teza jote, që kjo është një 7 tetori, ishte një gjë, le të themi, e programuar nga Izraeli, që e bëri në urmjet veglës së vet Hamasi, është tjetër gjë. Kjo teza jote, me fjalë, mbrohet vetëm nga pak njerëz në botë që mund të numërohen me gishta. Atëherë, New York Timesin po i biem shkurt, po vim te e fundit. New York Timesin që ka njoftuar që ka pasur një raport të shërbimeve sekrete izraelite, të paktën 3 javë përpara 7 tetorit. E beson? Sa po e thash, e besoj. Po mirë, po këtu nuk bëhet fjalë për mosvlerësim, sepse raporti përfshinte teknologjinë që do përdorte Hamasi, teknikat që do përdorte, numrin e pjesëmarrësve, madje dhe datën e saktë, e ka ditur dhe datën. Kastio, është një informacion që a posteriori vlerësohet si shumë i rëndësishëm, edhe mund të bësh me faj qeverinë e Netanyahut, po të jesh Izraelit, por që si shumë informacione janë shqyrtuar dhe janë injoruar, nuk ishte dhënë rëndësi e dur, ka që shpjegimi, nuk ka shpjegime tjera. Shpjegimi pastaj që bën ti, që Hamasi ka qenë në tonë e blok një vegël e Izraelit, që është përdorur dhe i ka përdorur për qëllimet e veta, madje edhe 7 tetori u bë. Ja ta rrezojmë këtë narrativ tënd. Gaza ka qenë vendosur në një blokadë të tmerrshme që është e bërë e famshme në gjithë botën. Madje ka pasur një gjë me cilën bëj edhe ironi, që quhej dieta e lejuar për Gazën. Në Gaza ndaloi hynin ndër të tjera dhe makaronat. Izraeli kishte bërë një listë pajisësh, furnizimesh, lëndësh të para, po dhe produktesh të gatshme, që i quante potencialisht me përdorim të dyfisht. Gaza nuk ka kufi vetëm me Izraelin. Gaza ka kufi vetëm me Izraelin. Ka dhe me Egjiptin. E provoi flotilja e aktivistëve. Ka dhe me Egjiptin, Kastio. Jo. Kufirin e kontrollon Izraeli. Në Rafa nuk ka kontroll, nuk ka pasur kur kontroll të Hamasit. Tani, që ta mbaroj këtë që nisa. Pra, ka pasur një listë lëndësh të para dhe produktesh të gatshme që ndaloheshin sepse Izraeli i konsideronte me përdorim të dyfisht, që mund të përdoren pra edhe për eksploziv. Që do të thotë Kalashnikovët nuk kanë qenë kurrë të lejuar në Gaza. Eksplozivët jo, shotgunët jo, raketa Hellset jo, dronët jo. Ato materialet me cilët kanë fluturuar, pajisët se tash materialet me cilët kanë fluturuar, barkat e shpejta të gomës kanë qenë kategorikisht ndaluara. Tani ti ke një raport, po i le ato që i kishin para 2 vjetëve dhe para 1 viti, po 3 javë përpara 7 tetorit. Ke një raport që të thotë do të përdoren këto teknika luftimi, do sulmohen këto pika, do hynë 4-5.000 veta në teritorin tënd. Janë të armatosur, po stërviten. Edhe ti nuk e merke seriozisht, po ti ato armë duhet të shkoje njërë ti merje mos të ishin fare në Gaza. Jo të prisit të sulmonin. Në radhë para të kufirën midis Gazë dhe Egjiptit e kontrollon dhe Izraeli, si kontrollonte? Izraeli kishte kërkuar Egjiptit që të kontrollonte në hyrje, pra kur vini nga Egjipti, gjithë materialet e ndaluara. Dhe pastaj monitoronte Izraeli vetë. Po blokada është blokada egjiptiane, nuk është e Izraelit. Është blokada egjiptiane. Jo, sepse në qoftë se ka imponuar Izraeli. Në qoftë se Egjipti nuk e bënte këtë, atëherë pasojat binin mbi Egjiptin, pasojat nga Izraeli. Po kështu gjithë vija bregdetare, që po ta shikosh në hartë duket normale, e ka Gaza thua, ka qenë rregullisht e kontrolluar nga Izraeli.
nuk është lejuar kur të hyjë të dalë asnjë varg. Kufiri detar kuptoj unë, edhe hapësira ajrore këtë e kuptoj. Po kufiri midis Gazës edhe Egjiptit kontrollohet nga Egjipti, është kontrolluar nga Egjipti. Tani thua kontrollonte Izraeli Egjiptin, gjithë shtetin e Egjiptit kontrollonte Izraeli sepse jo gjithë shtetin e Egjiptit, një pikë kalimi kufitar ka, vetëm Rafa. Atë pikë ajo është pikë kontrolluar nga egjiptianët dhe izolimi është vepër izraelito-egjiptiane dhe përgjithsisht palestinezët kanë vuajtur një izolim që nuk është bërë vetëm nga Izraeli, por nga të gjithë vendet arabe. Në rregull, pra armatimi nuk ta lejon as dogan e botës ta kalosh. Tani më thuaj ti ku gjendën 4000 Kalashnikov aty? Po tani ku gjendën Kosovë 4000 Kalashnikov? Janë gjëra që kalojnë kufirin në mënyrë ilegale. Po s'ka qenë Kosova ndonjëherë në këtë embargo që ka qenë Gaza? Kur s'ka qenë? Ore, armët tani, pra ata që donin armët, gjenin mënyrën për t'i kaluar, se kufiri nuk... S'ke ku i kalon se s'ka reliev, është rrafshë shkretëtir. Në Kosovë ti i kalon nëpër male, nëpër pyje, i kalon natën. Kufiri është i gjatë, nuk është një derë tani që hyn këtu tani të dera atje dhe kontrollohet dera. Është me gardh mëre. Është me gardh që ka Izraeli. I gjem mënyra për të futur armë, se armë janë ato tani. Po si e gjem për mënyrë? Si nuk e merr vesh Izraeli, dakor ti futi. Po si nuk e dinte Izraeli këtë gjë? Po jam këtë s'mund ta pranoj dot. Po ditën e sulmit me datë 7 tetor, që ka pasur interceptime telefonatash, ka pasur sinjalizime që janë duke bërë manovra ushtarake, ka pasur një aktivizim masiv të kartave të celularit të numrave izraelit. Rreth 7.000 karta. Kastriot, Gjo, ti nuk e ke vetëm ti... Mbarojmë një këtë, pastaj marrim aktizën tjetër. Truri jot punon në mënyrë tillë në çdo aspekt, jo vetëm në këtë ngjarje. Ti edhe kur kemi folën për Lulzim Basha me Sali Berishën. Ti e ke thjesht përfundimin. Lulzim Basha dështoi sepse u shitet Edi Rama. Sali Berisha dështon sepse shitet Edi Rama. Hamasi dështoi sepse është shitet Izraeli. Nuk funksionoi kështu gjërat. Dështoi sepse edhe janë Hamasi është kriminale vet, sepse Berisha është një lider i dobët, apo sepse nuk di të organizoj, apo sepse nxjerr njerëz nga partia. Tani ti s'ke dashur të flasim për politikën. S'ke dashur të flasim për politikën shqiptare, po duash flasim javën tjetër se si e ka shitur. Si e ka shitur Lul Basha dhe Sali Berisha opozitën. E kanë shitur. Të mbarojmë këtë njëherë. Pra, armatime, dron, armë antitanke, shotgun, raketa hedhse. Më fal, granata hedhse, se raketa hedhse dihet që i kishin ata. Po granata hedhse. Mjetet motorizuara, detare, amfibe, ajrore, edhe Izraeli nuk u shqetësua që e mori raportin me shkrim. Izraeli ka ditur 1 vit e gjysmë përpara datën kur do sulmoje. Tani se si kanë hyrë armët ka zot, unë këtë nuk e di as ti nuk e di. Po lëre mos si kanë hyrë, si nuk u shqetësua Izraeli për informacionet që merrte. Marr vetëm tezën tënde. Më lejo që t'ua shpjegoj edhe teleshikuesve tezën tënde, atyre që ndoshta sapo janë nuk kanë dëgjuar ndonjëherë. Ti thua, sigurisht ta shpjegoj vetë, e këtu, nuk se po them mungesën tënde. Ti thua që Hamasi si organizatë politike ushtarake ka qenë një krijesë e Izraelit, ose në mos krijesë ka qenë e mbajtur gjallë nga Izraeli, është mbajtur me para, Izraeli ka ditur çdo gjë, ka kontrolluar udhëheqësit e Hamasit, të gjitha veprimet që bëjnë. Edhe Izraeli organizoi edhe 7 tetorin, ku le të themi disa mijëra militantë Hamasit. Nuk ka nevojë ta organizojë Izraeli vetë. Izraeli kishte dieni. Dhe lat ndodhte që të bënte atë që bëri në Gaza. Ke modifikuar pak tani. Po jo, nuk e modifikoj. Jo, ke modifikuar tani. Jo. Ke modifikuar. Po jo, pra jo, asgjë s'modifikoj. Unë nuk kam qenë në brendësi që të di çfarë dinte Izraeli, çfarë nuk dinte. Unë di që të shikoj që ka një gjatësi vale. Hamasi, udhëheqja, jo militantët, edhe këtë diferencë ta kanë bërë me 10 herë, nuk fajsoj unë çdo njeri që merr armën, e lavdroj atë që merr armën për të luftuar për liri. Por një pjesë e udhëheqjes, dhe mos e gjithë udhëheqja e lartë e Hamasit, në qoftë se nuk janë Ukrainës, kush ta më dhe Ukrainasit? Po flasim javën tjetër më se e ke bërë zakon, ta mbarojmë këtë, flasim mbas 2 javësh po dush për Ukrainën. Jo, se janë kontradiktë. Po s'ka më kontradikt fare. Kontradiktë, jo, në qoftë se marrim 2 luftrat, luftën në Ukrainë. Ja, ikëm nga kjo. Edhe luftën në Iran. Kthehemi prapë sot. Nëse marrim ato 2 luftrat, një njeri mban një qendrim të caktuar lidhur me këto 2 lutra bazuar te një logjik e vetja. Po. Edhe fjala vjen, logjika ime është që unë nuk pranoj, le të themi, pushtimet që bën nga vendi i madh me idenë që unë jam vendi i madh dhe bëj çfarë dua. Me këtë logjik dënoj agresionin, po e them me fjalë thjeshta, dënoj agresionin rus, dënoj në të njëjtën kohë agresionin
Amerikan. Ndërsa ti, unë nuk e marrë vesh, pse mbështet agresionin rusë dhe kundërshton agresionin amerikan. Ta kam shpjeguar me miliona herë, po ja po ta them prapë. Ashtu si Kosova nuk ishte pyetur kurrë a do të jetë pjesë e Jugosllavisë apo jo, kishte të drejtë të shkëputej, dhe në momentin që regjimi serb u përgjigj me dhunë, me represion, me spastrim etnik, që mund shkonte deri në gjenocid në Kosovë, komuniteti ndërkombëtar kishte detyrimin të ndërhynte. Është në turpin e Këshillit të Sigurimit që nuk e autorizoi atë sulm traumatosur kundër Serbisë, dhe është në nderin e NATO-s e vetmja luftë, edhe këtë ta kam thënë në mënyrë të përsëritur, e vetmja luftë që e bën krenare NATO-n. Çfarë lidhje ka Kosova? Pse po? Ka shumë lidhje. Në të njëjtën logjik, rusët e Ukrainës nuk janë pyetur kurrë a duhet të jenë pjesë e Ukrainës apo jo. Krimea e kishte shpallur një herë pavarësinë në 91-shin, përpara se ta shpallte Ukraina nga Bashkimi Sovjetik, dhe kishte hyrë në një marrëveshje për autonomi. Pse janë pyet gjithë pakicat që ekzistojnë në Rusi, se në Rusi është vendi me më shumë pakica në botë. Të gjitha pakicat që nuk janë pyetur nëse duhet ekzistojnë aty. Të gjitha pakicat që nuk janë pyetur kanë të drejtë të pyeten, nëse i refuzohet kërkesa për shkëputje. S'është pyet asnjë pakicë. Të ngrihen më. Të ngrihen më të kërkojnë shkëputje. Se ti mendon që unë po ndryshoj standard? Jo, atë standard kanë prapë. Duan taxhikët të shkëputen më. Po deshen bra, duan tartarët atje ku janë, të kërkojnë autonomi, të kërkojnë shkëputje të duan. Deshen çeçenët. Edhe i zhduku Putini. Kriminal Putini. Dhe çfarë ndryshon kjo? Këtë doja unë, që ti ta thoje një herë, që Putini është kriminal. Po unë të kam thënë edhe që është diktator Putini, se nuk mund të rishim pushtet 20 vjet, po ty s'të pëlqen, se pastaj fillojmë kalojmë ke perëndimorët që rrinë nga 20 vjet në pushtet dhe nuk i vjen turp fare. Se Rama perëndimor është. Ose Rama i përgdhelur i perëndimit është, po duash ka emra të tjerë. Ke një kryeministër suedez që ka net 23 vjet. Ke dy kryeministrat Luksemburgut, njëri 22 vjet, tjetri 17 vjet. Ke Helmut Kohlin 16 vjet. Ke Mark Rutten 16 vjet. Ke Viktor Orban që avash do shkojë 20. Me thënë të drejtën, mua më shpifin këto njerëz që qëndrojnë gjatë pushtet, sepse unë kam bindje që ikim nga Gaza, nga Izraeli. Se the jo nuk ikim. Ikim që s'kem atë, se nuk të pëlqen. Tani ta vazhdojmë. Se Gaza, jo, mua edhe nuk pëlqen dhe nuk do të lejoj, që këtë studio ne ta përdorim për fiksimin të anti-Izrael, çdo herë. Ndërkohë që ka një ngjarje që është e rëndësishme, që është fiksimi im anti-Izrael. Po jo, ç'do të thonë fiksimi im anti-Izrael? Fiksimi im është anti-sionist, jo anti-Izrael, jo anti... Unë kam parë të gjithë ditën në Facebook, vetëm për të sjell gjëra që janë kundër Izraelit. Patjetër, sepse është ajo që po ndodh si kundër Izraelit, po Izraeli po i bën ato. Unë s'po them gënjeshtra. Po njeriu nuk është tani monomaniakal tani, jeton vetëm një gjë 24 orë në stop tani. Hapet çik fizamonikën. Po për shembull kur rrezikojmë një luftë të tretë botërore që menjëherë mund të kthehet në luftë bërthamore. Me çfarë duhet merrem unë sipas teje? Duhet kem shqetësim më të madh se kjo? Që Izraeli po na hap luftën e tretë botërore? Dëgjoj Kastriot, ti edhe mund ta mohosh të, po më kanë përshtypjen që njerëzit e kuptojnë që ti e ke një lloj tani të shbër një lloj addiction, ti e ke një kaos tëndën siç e ka edhe miku jot Tucker Carlson, që bën të njëjtën gjë. Edhe ai antisemit, po. Ka një zëmërim, po nuk po i quajnë antisemit. Jo, më quajnë të tjerë antisemit. Jo, keni tim quajnë anti-Izrael. Keni kap një kaos, ai e ka për arsye të tjera sepse ai bën lojë më të madhe, ai është në Amerikë dhe është brenda Magas, tani do të shpërbojë dhe Magën, ai ka hypi nati, edhe 24 orë në stop vetëm me këtë gjë, vetëm gërmoni 24 apo 48. Ato që themi janë të vërteta apo nuk janë të vërteta, kjo është e rëndësishme. Jo, po shifni nga dy anët pak, mos shifni vetëm një anë, shifni edhe në anën tjetër, apo anën tjetër ka kollaj, anën tjetër është Hamasi, apo dihet Hamasi kontrollohet nga Izraeli. Nga cila anë nuk po shikoj unë? Ja pra te Hamasi. Më quajtë anti-Izraeli, si jam anti-Izraeli? Te Irani. Si jam anti-Izraeli, më thuaj. Se ka që më thonë antisemit, mbrona ajatollahët, i shitur te Rama, ata të Ramës më thonë i shitur te Berisha. Që mbrona te ajatollahët, pse edhe kjo të fyen ty? Ti e ke mbrojtur, unë kam thënë që u quaj populli, një pjesë e popullit, jo gjithë populli. U quaj populli kundër ti, njerëz që ngritën zërin kundër ti dhe u vranë disa mira vetë. E ti the, se kishte ca të armatosur aty. Pra ti gjithmonë gjen hyçkla dhe... Pse nuk ishte? Kastriot, nuk justifikohet një regjim terrorist, që vret njerëz dhe vetë. Më fal pak, varet se si vret njerëzit.
Tani, me që nuk të pëlqej kjo, na t'jap lajmin e fundit të para një jave. Komanda që është në Paris, e këtyre mujahidinëve që kemi në këtu në Manz, Meku. Është në Paris? Po aty në Paris rri ajo, Mariam Raxhavi. Aty ka gjithë jetën që është. Ajo ka deklaruar, pra ajo personalisht, por organizata e saj, ka marrë përsipër një sulm të armatosur në Teheran, që ka synuar selin e Ajatollahut përpara se të fillonte sulmi dhe pretendon që kanë qenë 250 vetë armatosur dhe në këtë luftë të shenjtë, thot ajo, janë vrarë ose kapur 100 luftëtarë tanët. Tani si bie që kjo është protestë paqësore? 250 vetë me armë që sulmojnë selin e Ajatollahut? Pse shqetëson? Nuk po them. Unë më shqetëson vetëm standardi 2 fish dhe mashtrimi i medjave. Asnjë gjë tjetër nuk më shqetëson mua. Unë s'jam fare tifoz i Ajatollahëve, se ta kam thënë që unë nuk jam për asnjë lloj regjimi teokratik në botë. Po ai popull nuk më ka pyetur mua, ata bënte teokracia apo jo. E kanë bërë ata, është punë e tyre. Tani, në qoftë se ti del dhe proteston dhe qeveria hap zjarr kundrejt teje, padyshim që qeveria është kriminale. Mund të akuzosh me çfarë të duash ti. Në qoftë se ti je i armatosur dhe qeveria të vret, mund të diskutohet sa ka qenë proporcional reagimi i qeverisë. Megjithëse qeveria mund të jetë. Por në momentin që ti ke armë, ti nuk je protestues paqësor. Po çfarë që ka? Ti je pa ndër luftuese. Çfarë që nëse këtu do të ngritur kundër Everogjës me armë, fjala vjen në Qafbari, është bërë një protestë të burgosërve. Po ishin të parmatosur. Ishin sepse s'kishin armë. Nëse do gjenin armë, nëse do rezistonin me armë, ti do dënoje të burgosët dhe jo regjimin. Po unë s'po dënoj as këtë burgosër, as këta iranianë që kanë dalë në protestë. Ku e dëgjove ti dënimin tim? Tani ti mund ta përdrejtosh gjuhën sa duash, po ti. Po s'e kam përdrejtur, po kur e kam dënuar unë për protestën? Unë po them vetëm kaq, nuk ka qenë protestë paqësore. E çfarë që ka kjo? Kaq mund e vërteta. Për ty s'ka rëndësi, e vërteta për mua ka. Unë nuk kam unë këtu në studio. Unë s'kam bërë kurrë arbitrin ty midis ajatollahëve dhe anti-ajatollahëve. S'jam palë fare as me njërin as me tjetrin. Nuk pranoj narrativën që ka qenë një protestë paqësore dhe regjimi është ngritur dhe ka vrarë 30.000, 40.000, 45.000, më tha një budalla në Facebook. E di dhe shifrën se sa janë vrarë. Nuk ka rëndësi. Nga organizata e iranianëve në mërgim. 3.100. Nuk ka rëndësi. Edhe 100 kastriot janë njerëz që vranë sepse protestuan. Edhe 100. Nuk ka rëndësi numri. Dakor. Po jo, pra nuk janë vrarë se janë protestuar. Janë vrarë një rebelim të armatosur kundër qeverisë. Ka një ndryshim, janë vrarë 214 policë më burr, si që kanë vrarë 214 policë nga protestuesit paqësor. Ore në Shqipëri ke pas demonstrata ku policia ka tejkaluar dhe ka përdorur dhunë dhe ka vrarë njerëz. Po s'të zhvras një polic, as në 2 prill në Shkodër, as në 21 janar 2011 në Tiranë. Po t'ishin vrarë polic, do kishim folë ndryshe bashkë. Do ta shikonim reagimin e policisë. Po nuk ka rëndësi kjo. Po ka më rëndësi si s'pas ka rëndësi. Unë në studio ty të solla fakti, që ti e di e vetë, që njerëzit protestuan, nuk ka rëndësi, protestuan kundër regjimit, që ishte diktatorial dhe teokratik. Edhe ti thua, protestuan po kishin armë. Çfarë rëndësi ka kjo tani? Ti në këtë mes kur disa njerëz ti nuk bën dot diferencën e protestuesit paqësor me protestuesin armatosur, nuk kam çfarë bëj tjetër. Ka diferencë me disa njerëz që protestojnë kundër regjimit që është teokratik dhe diktatorial. Në këtë mes unë jam me të parët, nuk jam me të dytët. Po shumë mirë më për ty, unë s'po them gjë këtu, unë s'po them që jam me atë. Me kije ti? Me asnjërin mos jam, fare, sepse asgjë e mirë nuk vjen nga kjo situatë që është atje. As nga ndërhyrja amerikane, as nga ndërhyrja e Izraelit. Fare. Po nuk vjen më e mira. Se s'ka ardhur më herë. Neutral, emocionalisht, ideologjikisht, çdo pikpamje kur ndeshet një diktaturë me disa protestues. Tani ti më pyet mua sikur unë kam në dorë të vendos fatin e botës, okay, unë po përgjigjem X mohabetet ne s'kemë dorë. Se ne kemi në dorë të vendosim fatin e Ukrainës apo të Iranit, ne po flas diskutojmë këtu. Apo më kërkon zgjidhje për Iranin, po pse ikën kështu, sikur kam unë dorë. Po ta jap zgjidhjen. Për mua zgjidhja është kjo. Asnjë sulm i armatosur as izraelit as amerikan. Populli ngrihet të protestojë për ditë paqësisht, kërkojnë ndryshimin e formës së regjimit. Të mësojnë nga indianët si larguan Anglinë. Dakor? Kjo është formula. Sa më pak vdekje. A ka mundësi asnjë vdekje? Asnjë plagosje? Nuk zgjidhet kjo punë me armë, nuk zgjidhet kjo punë me armë në një vend multietnik. Përqafove një kaos që ndoshta nuk zhejotja vetëm për të shpëtuar nderin e Ajatollahut tani. Që njerëzit duhet protestojnë paqësisht. Pra paqësisht. Kush është precedenti? Çfarë precedenti përmendë? Thash India me që e kanë më afër ata, po më kanë përmendë shumë të tjerë. Po, Gandhi. Herë parë që po e përmend Gandhi si modelin tënd tani, ndërkohë që
Ndërkohë që Irani, nuk e di nëse bie dakord për këtë gjë, është një nga regjimet më despotike që ekziston sot në botë. Edhe fakti që ata sot janë sulmuar padrejtisht nga Izraeli plus Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si mbrojtje, si mënyrë për të mbrojtur veten e tyre, vetëm veten e tyre, dhe jo nderin kombëtar apo popullsinë, për të mbrojtur veten e tyre, kanë zgjedhur ta hapin luftën sa më shumë. Nuk ka rëndësi apo një koalicioni mund të bëhet më i madh. Mjafton që hapet lufta, destabilizohet vendi, bllokohet kanali i Hormuzit aty, ngushtica e Hormuzit, të krijohet një krizë botërore, pra kanë zgjedhur si një mënyrë për të mbrojtur regjimin ta përhapin luftën dhe të destabilizojnë gjithë botën. Vetëm ky fakt ata e nxjerr si një regjim terrorist. Kjo nuk përjashton faktin, që faktin tjetër, që sulmi që bën Amerika edhe Netanyahu, që të dy, Trumpi dhe Netanyahu janë dy nga gangsterë më të mëdhenj kësaj bote, janë njerëz që nuk e di, shumë të rrezikshëm. Unë ua kam frikën. Ministria e Jashtme e Izraelit dje kishte bërë një komunikat, kërkonte reagim nga UNICEF-i, sepse ishin plagosur 3 fëmijë izraelit nga bombardimet e Iranit. Çi thua kësaj ti? Është absurde. Unë nuk e mbaj. Pra, në këtë situatë jemi pra. Kështu duhet kuptuar edhe psikologjia e iranianit thjesht. Cila është alternativa? Po e rrëzoj ato Allahun, çfarë do bëj? Këta po bombardojnë, s'po lënë gjë pa bombarduar. Shiko çfarë po i bëjnë Libanit. Ja zhvendos 1 milion njerëz nga Libani. Ja ku doli Smotrich prap, tha duhet ta marrim Libanin e Jugut, se ti thua s'ka lidhje kjo me zgjerimin e kufive të Izraelit. Ku di unë? Lartësit Golan i aneksuan zyrtarisht. Ti aty tani ke një grup të armatosur, që është i armatosur me lejen e qeverisë Libanit, i bie vazhdimisht të pëton Izraelit. I bie edhe kur s'ka arsye. Filaj vjen arsyeja në këtë mes ishte me Irani, që Izraeli po i bie Iranit. Po, janë shia ata. Ore, unë e di arsye sepse ata e paguan nga Irani. Por ata janë aty, janë në Libanin e Jugut. E ti në momentin që ti lëshon preda, Izraeli do mbrohet. Apo ti heqim Izraelit detën për të mbrojtur. More dakord, po Izraeli mbrohet apo zgjeron territore, se u po them Smotrich ka kërkuar zyrtarisht aneksimin e Libanit të Jugut. Kastelo, nëse për dekada të tëra, nuk e di se e bërë, 20 vjet, ti sulmon dhe hedh preda nga Libani i Jugut, është gjë më normale, që shteti i goditur ta çojë mendjen ta bëjë vetën atë pjesë. Nëse ka mundësi. S'ka ndonjë gjë. Pra, nëse në 20 vitet e ardhshme vazhdon kjo histori që proksit të CIA-s dhe të Mossadit bëjnë akte, si çfarë? Ti do mohosh që Hezbollahu është proksi. Ti do mohosh që Al-Qaeden e ka financuar Obama? Në Siri? Al-Qaeda ka vdekur tani, po flasim për Hezbollahun. Hezbollahu është proksi kujt? E kanë bërë ndonjëherë shërbimet sekrete këtë gjë apo jo? Që të financojnë organizata terroriste. A e kanë bërë? Hezbollahu nga kur financohet? Edhe nga Izraeli, ta kam thënë këtë. Ti më mohoj sa dush, po ato janë, ta kam gjerë nga New York Times si 1.1 miliard euro për 20 vjet. Pra, nëse ka sulme terroriste, e morën gjithë Libanin, jo vetëm Jugut, e morën komplet. Vinë ca kurd nga kufiri turk, edhe hedhin raketa. Kanë të drejtë ta marrin edhe Turqinë këta. Kjo është logjika jote. Edhe raketa, ku dihen raketa? Izraelit. Izraelit që ka shkuar deri në Liban. Po. Pra, Izraeli atëherë ka drejtë sulmoj edhe Turqinë. Në qoftë se sulmon Turqia, sigurisht. Jo Turqia, jo Turqia, kurd. Kurd, njerëz jashtë kontrollit të qeverisë turke. Jashtë kontrollit. Po. Jashtë kontrollit është një situatë tjetër, jashtë kontrollit. Po jashtë kontrollit pra nga ti se vetë që në Liban këta janë jashtë kontrollit të qeverisë. Hezbollah është një forcë politike që merr pjesë në parlamentet. Nuk janë jashtë kontrollit të qeverisë, sigurisht, po janë të njohur legalisht si forcë ushtarake dhe politike, marrin pjesë në parlament. Po. Kështu s'mund ta quash nësa kurd terrorist në Turqi mund të kesh, edhe është gjë që bën sens të mendosh që ata janë jashtë. Pra ka drejt i bjerë Izraeli dhe Turqisë. Se po e thot Naftali Bennett çdo javë. Ka një muaj që e thot çdo javë. Turqia është objektivi i radhës. Është Irani i radhës. Nuk ka gjasa, se Turqia është tjetër gjë. S'ka gjasa për të. Nuk ka gjasa në terma praktike. Sirin, ka gjasa ta marrin komplet? Jo, nuk ka arsye ta marrin. Vetëm Lartësit Golan, se nuk kanë arsye tjetër. Lartësit Golani kanë aneksuar formalisht, ka mbaruar ai kapitull. Po nuk e ka marrë, nuk e ka legalisht, e kupton? Legalisht? Po ai ka votuar në parlament, ka mbaruar. Ka votuar, por nuk njihen ndërkohëtuar. Po punë marrë fort, po pyet Izraeli se nuk e njeh. Izraeli s'ka pas kurrë kufit njohur. Ç'është problem ka Izraeli? Izraeli e kishte gazën për vite të tëra, kupton? Vazhdo me këtë prallë vjen ka lëshuar gazën. Po, Po, edhe prandaj e mori prapë se u bë pishman.
Dakord. Edhe në bregun perëndimor që nuk i gjallon njëri me raketa, prandaj po e zbraz. Okej, pra, po nuk e ka të vetën, ora. Po praktikisht aty ndërtohen ngulime, ndërtohen shtëpia. Bëjmë një diskutim fare të thjesht në aq sa e dim historinë, ti sigurisht e di më mirë se unë historinë. Jo, se di unë, po çfarë histori? Historinë përgjithësi, jo. Përgjithësi ke qenë më interesuar ti për historinë, unë kam pas të tjera interesa në jetë, nuk kam pas historinë. Po diçka e di edhe unë historinë e nazizmit. A e ke kaq të vështirë ti të heqësh një paralele midis nazizmit dhe sionizmit? Unë për vete, jo që nuk gjej diferenca, po mendoj që sionistët janë më keq se nazistët. O, më keq edhe një, më keq. Nuk ka nevojë që ta teprosh me tezën, nëse jo, nuk e teproj fare, sepse me që më ndjek në Facebook e ke parë që nxjerr faktet vërteta dhe çdo fakt është më tronditës se i më parshmi. Ti fikësh cigaret në kofsh, një foshnjë 18 muajshe, që babai që po e shikon skenën të tregoj ku i ka shokut, këtë unë s'kam dëgjuar ta kenë bërë nazistët. Sionistët po. Të çohen në të gjithë blok e ti qepen Tucker Carlsonit. Ti e armiku i Amerikës e i Izraelit, ti e antisemit, kur ai s'ka thënë asgjë antisemit e njetë, por vazhdon të fajsoj Netanyahun, që e ka të regjur për hundë Trumpin në një luftë, mund ta ketë gabim në këtë tezë. Po kjo nuk është tezë raciste. Të thua që Netanyahu e mashtroi Trumpin apo ja hodhi, e hipnotizoi, e futi në luftë me Iranin. Dhe Amerika s'ka asnjë interes në atë luftë. Ky është fakt që Amerika s'ka asnjë interes në atë luftë. Se që ka ky antisemit dhe pse sulmohet nga sionistët nga anë e mban botës? Gjo, përveç një lloj makthi anti-izraelit që ai manifeston, siç e manifeston edhe ti, unë nuk e shoh gjë antisemite, ndoshta fakti që ka ftuar makthi është i parë syshëm. Ndoshta që ka ftuar në studion e vet një Fuentes, që ai ka qenë, le themi historian improvisuar pronazist dhe mohon Holokaustin, edhe ky nuk bëri atë që po bëj unë me ty, që të bënte, le themi, replika, e të kundërshtonte tezat që të si pëlqenin, po thjesht e dëgjonte dhe qeshte. Edhe që nuk kuptoj pse ka bërë të gjë, sepse vetë nuk i mbron ato teza publikisht, por atë njeri e dëgjoi që dërdëlliti rreth 2 orë, teza të tilla, për të gjë është kritikuar me shumë të drejtë. Dje ose pardje Martin Oliner, që është kryetari i organizatës Sionistët Fetar të Amerikës, pra jo një njeri do si do, i emëruar nga Trump në bordin mbikëqyrjes të Muzeut të Holokaustit të SBA-s, e ka akuzuar Tucker Carlsonin si armik të Amerikës edhe të Izraelit, jo për Nick Fuentesin, po pikërisht për atë që të thash, për kritikën e luftës në Iran. Izraeli kërkon mbështetje nga gjithë bota dhe po i fajson gjithë ata që nuk e mbështesin në luftën e Iranit. Edhe NATO-n po e fajsojnë. Okej, mësove një personazh, si çfarë bëre? Mësove një personazh që mund të jetë një rob i ndërkryer, një Naftali Bennett. Po nuk e di. Po mirë, Naftali Bennett i ndërkryer. Jair Lapid, lideri i dytë i opozitës, i ndërkryer. Kesa duash njerëz ashtu, Bezalel Smotrich, që thotë do t'i nxjerrin palestinezët me dhunë, do t'i çojmë në Gaza, po përmend emra politikanë, ashtu jo njerëz mediatik kot. Ben-Gviri, që shkon çdo shenjë edhe të OKB-s në Gaza, se ka thënë do ta bëjmë rrafsh edhe po e bëjmë rrafsh. Iku gjysma e qeverisë. Ke ministren e ngulimeve, pra ministren e kolonializimit, të cilës i vrau veten e bia që e kishte akuzuar për abuzime seksuale. Kjo është qeveria sot me Izraelit. Do të vazhdojmë me të tjerë. Ke ministrin e trashëgimisë që thot një bombë atomike në Gaza mbaron punë. Qeverinë... Më thuaj ti cili është i sakt nga trut në Izrael? Qeverinë e Netanyahut. Unë e konsideroj, sepse konsideroj vetë Netanyahun, një njeri të rrezikshëm, edhe është një njeri i rrezikshëm edhe për vetë izraelitët. S'është Netanyahu. Janë izraelitët janë formuar keq. Janë shplar trut. Po ja ta them unë një statistikë. Gjë antisemitike që mund të thuash. Të paktën pohoja, nuk them se është një gjë, mund ta thuash prapë në studion tim. Ja ta them unë pastaj quhet antisemitike. Unë do ta them me burim. Ka pasur një sondazh të para një javë ose 2 javësh. Si mendon populli i Izraelit nëse vendoset shpërngulja me dhunë të gjithë palestinezëve nga Gaza? Dhe kanë dhënë opinione të ndryshme, sigurisht shumica ka qenë dakord. Më thuaj ti sa % mendoni se kishte një farë problemi moral kjo punë?
kjo zgjidhje politike? Këtë nuk e di, nuk e njoh. 3%. 97% nuk shikojnë asnjë problem moral që 2 milion njerëz të merren me bajoneta në shtëpinë, të nxirren matan kufirit, të çajat pika kufitare Rafa në Egjipt, edhe të shtyhen atje me dhunë, si bakti. 3% e izraelitëve janë kundër. Më duket pak shifër e vogël, po sidoqoftë nuk e duket shifër e vogël. Më gjej një nga shqiptarët që jetojnë atje që ka një mendim ndryshëm. Kur dëgjoj shqiptarë që jetojnë në Izrael, që japin intervistë për mediat shqiptare, të merrohen. Janë kafshëruar komplet, nuk kanë pikë ndjenjë njerëzore. Flasin me një urrëtie patologjike. Kastriot, nuk më çudit sepse sidomos mbas shtatetorit. Sepse shtatetorin ti Tucker Carlson, Finkelstein dhe të tjerë e keni marrë kështu si një reagim natyral që ishte një urrëtie akumuluar edhe që por ata njerëz aty e shohin ndryshe. E shohin si një, le themi, aktin e radhës që manifeston edhe një herë vullnetin e një pjesë të popullsisë arabe për mos e lënë Izraelin të gjallë aty, shoqëruar kjo me kërcënimet për dekada me radhë që vinë nga... Këta që e mendojnë kështu si pona jote, e din që këta që u ngriten janë të pushtuar, apo nuk e din? Janë të pushtuar? Në Gaza? Po. Ishin të pushtuar pra e la Gazën, apo ti prapi që janë pushtim edhe? Tani, unë të kontrolloj ajrin, të kontrolloj qiellin, të kontrolloj mallrat ushqimore që futen brenda ti më thua se ke i pushtuar, po ç'është kjo tani? Armën nuk i kontrolloj dot sepse donte të mos i kontrollonte, i la armën. Po patjetër. Ma gjej ti si nuk hyn makaronat dhe çokolladat dhe hyn armët. Po kanë hyrë sa duash dhe makaronat edhe çokolladat, kanë hyrë sa duash ilegalisht. Por edhe nëse kanë hyrë ka dashur Izraeli t'i lejoj, po zyrtarisht i ndalon. Tash unë të kam thënë në bregun perëndimor ku s'ka raketa dhe s'ka Hamas, palestinezët ndalohen të kenë lop. Ndalohen të kenë VC portative me video. Okej, këto. Po si okej pra, po. Jo, po këta e qortojnë. Po jo pra sa më thua që 7 tetori i bëri këta njerëz të radikalizojnë. Këta kanë qenë radikal. Çe i ka bërë 7 tetori këtyre? Po sigurisht se është një histori, si që janë radikalët e tjerë, është një histori pushtimit edhe vjeçar pra, dhe masakras dhe terrorizmi 100 vjeçar, jo 80, se terrorizmin e kanë filluar para se të bënin shtetin. Kastriot, në qoftë se ne bjem dakord që shteti i Izraelit duhet të krijojë atje, ku është krijuar, unë mendoj që Izraeli nuk mbetet pa karta në gjithë historinë e debatit. Në qoftë se ne mendojmë që është bërë gabim, atëherë Izraeli nuk ka asnjë kartë. Po unë nuk mendoj që është bërë gabim. Unë kam pikpyetjet e mia, le themi me historinë kam lexuar, megjithatë i përmend edhe historinë, edhe nuk më duket... Pra ti e quan të drejtë që njerëz që nuk kanë jetuar kurrë në atë territor, por shprehen se përkasin shtetit Izraelit. Mbasi u krijuar shteti, krimi pra krimi. Se këmer Izraeli brenda, krimi pra krimi. Po krimi ka pas një proces. Sepse përpara deklaratës Balfurit, në 1917, raporti i popullatës demografik ka qenë 10:1 për arabët. S'ka qenë për izraelitët. Për qifutët më saktë, se s'kishte izraelitë. Aty është një qoshe botës, ku emocionet janë, jo vetëm dashuria për faktet është e madhe, në fakt nuk është fare madhe, është e vogël, po është më e madhe, janë emocionet e natyrës historike, janë burrit me të shkuarën e tyre, janë burrit me... Të shkuarën e kujt, më ti nuk je hebre, çfarë krenari e keti për atë tokë? Ti si hebre, më je qifut, nuk je hebre. Kastriot, ne po flasim për krijimin e shtetit Izraelit. Po pra ka qenë i pa drejt me këtë logjikë, se ka mbledhur njerëz që nuk kanë pas asnjë lidhje me atë territor dhe i ka thënë boll që ju jeni pjesë e komunitetit fetar çifut, ju keni drejt vini këtu. Këta qenit inferiore do zhduken. Krijimi i shtetit Izraelit është bërë mbi bazën e disa kartave historike, edhe mbi bazën e, le themi, e faktit e Holokaustit, që i dha shkas gjithë botën mendonte, prit se këta njerëz shpërndar që thanë. Lidhje ka Holokausti më 1917-ën. Deklarata e Balfurit ishte marrë vendimi. Jo, po krijimi i shtetit, ishte marrë vendimi. Ishte marrë vendimi, Britania kishte marrë vendimin. Nëse s'do kishte ndodhur Holokausti, unë nuk besoj se do krijoj shteti Izraelit në 48-ën. Po pse çfarë do ndodhte? Pse e mbajti Britania të pushtuar nga 1917 deri në 48? Si problem ka lindë që herët, që në fundin e shekullit 19, krijimi një shteti për hebrejt dhe për qifutët e botës. Por gjasat praktike të krijimit të këtij shteti në atë vend ku u krijua nuk kanë qenë, do ishin shumë të vogla, nëse s'do ndodhte Holokausti. Holokausti ishte shkaku, le themi. Po Holokaustin kush e bëri? Arabët e bën Holokaustin. Nuk ka rëndësi. Muslimanët e bën. Po si s'pas ka rëndësi më?
Po hajde të flasim një ditë për bankierët e Hitlerit. Ke dëshirë të flasim njëherë kush e ka financuar Hitlerin? Edhe, ku do me dalti? Po ja, ta shikojmë. Ta shikojmë kush e ka financuar. Çfarë roli kanë pas ata njerëz? A janë dënuar për rolin e tyre në luftën e dytë botërore apo jo? Ka qenë ebrej. Një pjesë e madhe po. Çifut, jo ebrej. Edhe Dhe si ka hyrë asnjë gjem në këmbë, megjithëse ekzistonte një ligj në Amerikë që quhet ligji për ndalimin e tregtisë me armikun, nuk është dënuar asnjëri. do me dalje në Kam thënë që njëri prej tyre, ta kam përmend herë tjetër, por ndoshta e ka harruar, njëri prej personave të hetuar, por të padënuar, është babai i George Bush plakut edhe gjyshi i George Bushit të ri. Prescott Bush, do me dalje shefi i bankës Union të New Yorkut. nazizmi u mbajt gjallë nga ebrejt. Kjo është teza jote. Jo. Kjo është propaganda jote sioniste, që kërkon të paraqisi mua si antisemit. E para njëri jo Pse hebrejt. përmend të fakt njëri? Ja, pse. Çfarë? E para jo hebrejt. Po flasim për çifut jo hebrejt. Çifut, E para. okay. E dyta, të kam bërë vazhdimisht diferencën midis çifutëve dhe sionistëve. S'do ti ta njohësh. Atë shtetin e Izraelit, çifut të shquar, si Einsteini me shok, e kanë kundërshtuar botërisht krijimin e shtetit të Izraelit. Bankierët ishin ebrej apo çifut? Ishin sionist, pjesa më e madhe. Sionistë. Që e përmend të fakt, çdo më thon, ata e kanë financuar Hitlerin përse? Që ka qenë pjesë e skemës për të përshpejtuar krijimin e Izraelit. O, kastriot ma hoqë. Urdhëromër, çfarë ka? Çfarë nuk po kupton? Jo, s'të ndjek dot. Po s'kesim ndjek pra se ti s'pranon të ndalësh faktet, nxjerr faktet në ekran. Hajde bëjmë listën e Tani edhe bankierit. njerë, do më thane kësaj, se unë ndonjëherë përfundimet e nxjerr edhe disë mëlqen përfundimet. Me fjalë, ka pas, le themi, çifut që kanë financuar sionist. sionizmin. Okej, pa çifut pra. Po jo më sa mund të jetë Hebrej. ateist. Oh, okej. Mund të jesh edhe i evangelist. S'ka lidhje fare. Ke shqiptar musliman që janë sionist. S'ka lidhje feja. Sionist është ai që kërkon krijimin e shtetit të Izraelit në kurrizë të gjithë kombeve të atij Edhe rajoni. këta njerëz Kaq. kanë marrë pjesë në një përbetim të natyrës botërore, që ta ndoshta ka qenë dhe pjesa kryesore që ka financuar dhe ka provokuar lindjen e nazizmit në mënyrë që të ndodhte holokausti, që këta të krijonin shtetin. Ky është ekuacioni. Ekuacionin mbyllë ti kur të duash, unë do të tregoj se si, nëse do që ta bëjmë këtë debat, do të tregoj se si nga një vend i rrënuar nga kriza ekonomike e 29-33-shit, se Hitleri në 33-shin erdhi në pushtet. Po. Gjermania ka qenë e super e financuar dhe në 20 bankierët kryesorë që i kanë dhënë para Gjermanisë, ndërkohë që ja kursenin Amerikës në atë kohë ato para, kanë qenë sionistë. Dakor? Dhe asnjëri prej tyre nuk ka pasur asnjë penalitet pas lufte. U bën gjyqjet e Nurembergut, u dënuan oficer, sot po t'i kapin gjen një roje kampi përqendrimit diku dhe i thon ke edhe ti faj, se ke qenë roje e fusin burg. Bankierët që i dhanë parat, Hitlerit që e ngritën, që e bën mundur të ndërtojë industrinë e luftës, të ndërtojë gjithë armatimet, nuk janë dënuar. Kastriot, bankierët në atë periudhë, bankierët më të rëndësishëm kanë qenë çifut. Kupton? Dhe nuk ka ndonjë çudi që çifutët financojnë për interesa të tyre, kupton, për interesa fitimi. Po? Jo për interesa të Për tjera. interesa fitimi është bërë dhe Izraeli. Patjetër. Fitimi të kujt? Pse kush thatë që ti mendoj që unë i quaj këta idealist që donin të krijonin shtetin e Izraelit? Shtetin e Izraelit e kanë krijuar këta bankierë që janë vrasës për që ushqen me gjak. Ç'lidhje kanë këta me fen? Po s'ka lidhje me fen, më Po s'ka për atë po them. Ti më thuaj ishin bankierë çifut, s'janë çifut fare më. ishte krijimi një vendi për të mbledhur popullsinë çifute. Për të bërë luftë 200 vjet. Për të fituar para nga lufta, për atë e kanë bërë. Ta mbyllim me kaq, ha? Si duash. Cakto dhe temën, po deshe për javën tjetër. Bëhem gati të vinë qofse do këtë, të sjell dokumentat. Kjo është biseda që unë pata me Kastriotin. Unë kam pasur përpara Kastriotit, kam pasur një historian, studius, ka qenë Marenglen Kasmi. Ky është programi Aeronautistan për sonte, bashkë si gjithmonë, do shihim shtuar në ardhshme në orën 21:00. Dera, tung.